Gjykata themeluar në Prishtinë, Departamenti Speciale ka dënuar me 6 muaj burgim efektivin Kadri Xhemaili, i cili kishte pranuar fajësim për kanosin e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti. Xhemaili ishte akuzuar nga Prokuroria Speciale se më 22 tetor të vitit 2025 përmes një komenti të publikuar në rrjetin social Facebook e kishte kanosur Kurtin me privim nga jeta, raporton Betimi për Drejtësi. Paraprakisht, gjykata kishte aprovuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë nëpërmjet prokurorisë speciale dhe të akuzuarit. Sipas marrëveshjes, ishte rekomanduar që Xhemaili të dënohet me 1 vit burgim me kusht, me periudhë verifikuese prej 3 vitesh, mirëpo gjykata nuk e ka aprovuar rekomandimin lidhur me lartësinë e dënimit dhe e ka dënuar me 6 muaj burgim efektiv. Gjykata njoftoi se i akuzuari ka të drejtë ankese lidhur me lartësinë e dënimit. Sipas aktakuzës, Xhemaili ngarkohej me veprën penale kanosje nga neni 181 paragrafi 3 lidhur me paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Një realitet i ri po krijohet në terren dhe bashkë me të po ndryshon edhe mënyra se si duhet të kuptohet dialogu Kosovë-Serbi. Zhvillimet e fundit të rreth hapjes së urës së hibrit dhe ndryshimi i qëndrimeve të aktorëve ndërkombëtar tregojnë se ajo që dikur konsiderohej e pamundur, sot po bëhet realitet. Për Ron Gjinovcin, ky ndryshim nuk është thjesht një çështje simbolike, por dëshmi e terrenit politik dhe e institucioneve në veri të Kosovës se ka ndryshuar në mënyrë thelbësore. Në reagimin e tij në Facebook, Gjinovci argumenton se ky realitet i ri duhet të ndryshojë edhe vetë natyrën e negociatave me Serbinë, për cilët bota sot. Sipas tij, Kosova nuk duhet të vazhdojë të negociojë për gjëra që tashmë i ka arritur në terren, por tash vendos fokusin drejt një marrëveshjeje përfundimtare e njohës, reciproke dhe normalizimit të plot të marrëdhënieve me Serbinë. Në vijim, postimi i tij plot, një realitet i ri, një dialog krejt tjetër, si po ndryshon gjithçka në negociatat Kosovë-Serbi, bashkë me qëndrimet e ndërkombëtarëve. Hapja e urës së hibrit dhe pajtimi i BE-s dhe NATO-s për hapjen e saj nuk është as rastësi, as ndërrim disponimi, është në thelb ndërrim realiteti. Ju kujtohet kur u tentu hapja e urës, NATO vendosi karabinierët për me pengu hapjen e saj. Çka bani qeveria e Kosovës? I ndërtoi 2 ura tjera në afërsi në të 2 anët e urës ekzistuese, me çrast të relevanca praktike e kësaj ure të mbyllur humbi pothuajse tërësisht. Ajo mbeti një simbol për të cilin nuk ka më kuptim me angazhu personel ushtarak për me mbajtë mbyllur, sepse urat po ndërtohen gjithandej në pribër. Përmes këtij shembulli, du me tregu se si ka me ndryshu tërësisht edhe natyra e negociatave Kosovë-Serbi. Kjo për shkak se prej stagnimit të negociatave viteve të fundit terreni ka ndryshuar radikalisht. Në fakt, ndërprerja formale e dialogut nuk ka pas, por procesi është ngadalsu dhe pezullu politikisht, fillimisht nga zhvillimet politike në Kosovë dhe tash edhe nga zgjedhjet në Serbi, ndërkohë realiteti në veri ka ndryshuar në mënyrë fundamentale. Për më shumë se një dekadë, Kosova ka hyrë në negociata me Serbinë nga një pozitë jo e favorshme. Një prej argumenteve kryesore